Vllaznia dhe studenti në basketbol për femra janë përballur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës në kuadrin e javës së 15 të kampionatit kombëtar të basketbollit për femra, një ndeshje që në fakt u shoqërua me luhatje të skuadrave përkatëse nga perioda në periudhë, me vllaznin që udhëhoqi në periudhën e parë me shifra 13 me 5, ndërkohë në të dytën studenti fiton 13 me 22, duke shkuar në dhomat e zhveshjeve mes dy pjesëve në avantazhin 26 me 27. Ndonse për disa minuta të periudhës së tretë studenti është në kryesim ndërhyrja me pushimin e kërkuar nga trajneri Gjeçaj kthen lojën në favor të vllaznisë, e cila mbyll periudhën e tretë në avantazhin 26 me 11. Periudha 4 flet më mirë për mikeshat nga Tirana të studenti që fitojnë 14 me 19, por pa mundur të frenojnë fitoren e merituar të vllaznisë me rezultatin e përgjithshëm 66 me 57, ashtu si edhe në ndeshjet e mëparshme, më spikatura në radhët e vllaznisë vazhdon të jetë Bernarda Reshpja, e cila edhe në këtë ndeshje ishte pikëshënuesja më mirë me 24 pikë. Ishte një ndeshje rivalësh në fakt, por na kishin parasysh gjithmonë, kam thënë, edhe më përpara, me që na kena arrit objektivin tonë kryesor, që është dalja në katërshe, ne synojmë që të përdorim gjithë skuadrën. Dhe momente u kam aktivizuar edhe lojtarët tjera të stolit, sepse na kena të nevojshme për me zgjeru më shumë stolin me lojtarët që luajnë. Dhe me thënë drejtën, duke qenë kjo që disa raste, sepse janë lojtarë cilët kanë pak minutazh në lojë dhe duhet me fitu eksperiencën e duhur, kishte momente që skuadra binte edhe në gabime, si rezultati këtyre gabimeve i shfrytëzohet e kundërshtari me sukses dhe disa raste skuadra kundërshtare na kaloi edhe në avantazh. Pastaj pjesa e dytë ndryshoi gjithçka, skuadra e mori shpejt avantazhin, në shkum 10 pikë para, 14 pikë para dhe përsëri në fund ne na lejoi pat me luksin që me përdor prapë lojtarët tona. Skuadra pati jo ritëm siç dëshirosha, por duhet pak më energji. Për këtë besoj që këtë javë do t'i vëmë theksin pak anës fizike, sepse ndoshta të neglizhuar, ndoshta edhe janë duke fjetë ndafina, sepse ne kena siguru, por duhet me luajtë në fushën e lojës. Ne duhet me luajtë sepse duhet me fitu eksperiencë dhe shumë shpejt këto lojtarë duhet me përballë edhe me skuadra të tjera.